Ne shkojmë dhe i lutemi Perëndis, por i lutemi Perëndis me kutinë tonë, të njohurisë tonë, dhe themi, nuk e di. Mbase Zoti do të kujdeset për ne. Mbase Zoti do ma dëgjoj lutje. Por në fakt, ne parashtrojmë kërkesën për lutje Zotit, neve tashmë e kemi vendosur se çfarë përgjigje duam të marrim. Ne jemi aq shumë të prekupuar me hallet, me problemet, me shqetësimet tona dhe harroj se kujt i përkas. Çfarë na largon neve nga Perëndia? Çfarë na largon neve për të marrë përgjigje lutjeve? Ë? Jemi sinqert me njëri tjetrin. Ne e duam Zot. Gjithë e themi këtë gjë. Po pse ndonjëherë na duket sikur ai është larg, sikur ai nuk na dëgjon lutjet tona. Mateu kapitulli 13 vargu 22 thot kështu: shqetësimet e kësaj bote dhe mashtrimi i pasurisë mbysin qafën. Nuk është se nuk duam Zotin, ne duam Zotin. Është se jemi të zënë, jemi të lodhur, jemi plot mendime, jemi bërë si robot që bëjmë gjëra pa menduar.